dhe janë rritur në arsim. Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë ka krijuar një bord këshillimor me përfaqësues nga institucione të ndryshme, me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies, përshtatjen e arsimit të lartë me zhvillimet e kohës dhe forcimin e lidhjes mes universitetit, institucioneve publike dhe tregut të punës. Mblodhëm mbledhjen e parë të bordit këshillimor të fakultetit, i përbërë prej personaliteteve të pushtetit vendor, kryetari i qarkut, institucioni prefektit, kryetar nën kryetar bashkisht të qarkut të Korçës, drejtues të shkollave, të arsimit parauniversitar, drejtues institucionesh, pedagog të mirënjohur në fushën e tyre, koleg student, ku shkëmbyem ide, mendime, debatuam rreth asaj se si mund të përmirësojmë më mirë punën tonë dhe si mund ta bëjmë fakultetin tonë një institucion modern dhe të hapur në kontribut të shoqërisë. Kjo iniciativë pritet të forcojë rolin e universitetit në zhvillimin e qytetit dhe përgatitjen e të rinjve. Qëllimi i këtij bordi ishte që të ndërtonim ura të bashkëpunimit ndërinstitucional, të grumbullonim ide, mendime, të cilat do t'i reflektojmë duke përmirësuar programet tona të studimit, natyrisht dhe t'i afrojmë këto programe studimi sa më afër tregut të punës, si dhe të krijojmë mundësi konkrete për studentët tanë. Ambicia është e qartë. Ky bord mos jetë vetëm një mekanizëm pasiv, por një mekanizëm aktiv, funksional dhe me ndikim të drejtë për drejtë në vendimarrje dhe zhvillim. Gjatë takimit të gjithë anëtarët e bordit këshillimor ndan përvojat dhe idetë e tyre, të cilat pritet të kthehen në iniciativa konkrete dhe të matshme, ndërsa pritet që takimet e këtij bordi të jenë periodike.